asgjë s'do të jetë ndryshe. Kjo është tragjedia sepse i pari ka kapur institucionin kushtetues nëpërmjet më të mëshuarit. Më lejoni t'ju falenderoj për kohën në këtë ditë nxehtë dhe për durimin tuaj. Mirëpresim ftesën e presidentes Osmani, mirëpresim përpjekjen e saj për takim. Tashmë dini edhe pozicionin tonë të Lidhjes Demokratike të Kosovës rreth çështjes aktuale të konstruimit të institucioneve të Republikës. Ne kemi një akt gjykim gjykatës kushtetuese që është shumë i qartë sa i përket mënyrës së votimit, po mbi gjitha para mënyrës së votimit është i qartë sa i përket thelbit të problemit. Thelbi i problemit është që i takon partisë së parë, grupit më të madh parlamentar, deputetit Kurti si presi këtij grupi, që të propozoj por njëkohësisht dhe të krijojë shumicën parlamentare. Dhe në këtë vijë ne presim që zgjidhja të bëhet nëpërmjet insistimit për shumicë politike e më pas për respektim të domosdoshëm të procedurave kushtetuese që tashmë janë dhe rregulla ligjore. Pra tash jemi para disa rregullave ligjore sepse ka interpretim të gjykatës kushtetuese që thotë qartë që zgjedhja e kryetarit të kuvendit bëhet sipas praktikave parlamentare të deritanishme. Praktikat parlamentare të deritanishme janë të qarta, shumë të qarta. Votimi është i hapur, gjithmonë ka qenë i hapur. Edhe partia e parë duhet të propozojë dhe sigurisht shumicën për kandidatin që e propozon. LDK-ja nuk ka çështje të emrave sa përket kandidatit, LDK-ja ka qëndrim parimor dhe me plot vullnet, me plot zemër, me plot bindje dëshiron të votojë kundër kandidatëve të Lëvizjes Vendosje. Deri më tani ne kemi pasur një procedurë dhe një praktikë paraprake, më pas kemi pasur një veprim arbitrar të më të mëshuarit kuvendit, i cili pa pyetur askënd, pa respektuar asnjë procedurë, ka vendosur një ditë pas 7 seancave që të kalojë në votim të fshehur dhe kjo tani përbën edhe shkelje kushtetuese. Le të presim takime të tjera, ftojmë për konsenzus, ftojmë për unitet. Aq shumë e duam unitetin saqë kemi dalë edhe me propozim për qeverisë të unitetit me 15 pika konkrete për zgjidhjen aktuale. Le të bëjnë një zgjidhje, le të ofrojnë një zgjidhje, le të bëjnë institucionet e Kosovës. Kjo i duhet vendit tonë, kapërcimi i kësaj krize artificiale, politike që është bërë tani më pengesë kryesore funksionimit të shtetit. Po para së gjithash duhet të kërkojmë shumicë politike, siç ka qenë. Nuk do duhet të ishte temë dikush me 48 mandate të flasë a mund të bëjë qeverinë ose jo në Republikën e Kosovës. So presni që këto takime me presidentin Osmani me qenë në një farë formë zgjidhja e këtij ngërçi politik pas parasysh qëndrimet aktuale të cilës prej partive të përfaqësuara në Kosovë. Që ne kemi qëndrime politike, kemi edhe akt gjykim gjykatës kushtetuese dhe për të akt gjykimit është shumë vështirë të lëvizësh. Absurditeti i gjendjes së tanishme është interpretimi i interpretimit. Po ai interpretim është i shkruar në gjuhën shqipe. Dhe nëse gjykata kushtetuese thotë qartë që të parit të takon propozimi dhe krijimi i shumicës, s'kemi çka interpretojmë më tepër aty. Nëse gjykata kushtetuese nëpërmjet paragrafit 187 thotë se zgjedhja e kryetarit të kuvendit bëhet sipas praktikave parlamentare deri sot, ne i dimë se janë praktikat parlamentare. Pra takimet janë të mirëseardhura, përfshirja e presidentes është e mirëseardhur, ajo fundit është garantuese funksionimit demokratik të institucioneve Kosovës, po i funksionon institucioni kryesor demokratik që është kuvendi i Kosovës, më pas dhe qeveria. Zoti Kurti, deputeti Kurti, është duke qeverisë me rezultate para 4 viteve. Pra i ka pas 50% para 4 viteve, prandaj ka qenë kryeministër, tashmë si ka, me qenë se si ka, nuk ka legitimitet besa dhe pak moral politik se si mund bash një detyrë kur s'don populli. Si duken kompromiset e zotit Kurti, i cili thotë që ka 2 kompromise, e para që ta votojnë Albulina Xhiu me pas të tërhiqet ajo, dhe e dyta që të krijohet një shumicë për zgjedhjen e kryetarëve. Këto janë qëndrime paraprake që kanë shkaktuar krizën, këto s'janë kompromise. Pra nuk ka lëvizje prej pozicioneve që kanë shkaktuar krizën deri më tani. Edhe atë ditë në takim, po dhe sot para jush po e them të njëjtën gjë. Nuk mund ta quash kompromis insistimin në pozicionin ton paraprak. Fundja bëje një zgjidhje, nëse kështu ta merr mendja që mund të krijosh institucionet, takon të bësh edhe zgjidhjen. Kompromisi pas akt vendimit, akt gjykimi i gjykatës kushtetuese është i pakuptimt. Pra tani duhet të zbatojmë akt gjykimin e gjykatës kushtetuese. Për ndryshe bëjmë shkelje të rënda ligjore. Dhe LDK natyrisht do të drejtohet edhe gjykatës kushtetuese, që në mënyrë që ajo të qartësoj aktin e tanishëm. Pas akt gjykimit, për bindjen tonë, ka ndodhur një përmbysje e rendit kushtetues në Republikën e Kosovës, sepse partia e parë, grupi më i madh parlamentar, ka refuzuar të respektojë gjykatën kushtetuese. Thash gjykata kushtetuese do deklarohet, thotë ka bërë shkelje apo s'ka bërë shkelje,
grupi më i madh parlamentar. Dhe deklaruar që të është mirë që presidenti Osmani të ketë një qëndrim apatë, një qëndrim sot dhe sa i përket interpretimit të gjykatës kushtetuese, zoti Kurti ju ka akuzuar juve që po e keq interpretoni, po e keq lexoni. A pat një interpretim për zonës Osmani duke njohur edhe Patjetër. aftësitë e saj nëse apo Besoj që presidentja do të flasë vetë për pozicionin e vetë. Le të presim të përfundoj takimet dhe le të shpresojmë që do të ketë një qëndrim për çështje të tilla, si president e Republikës Kosovës, po dhe si një juriste që i njeh këto tema të rëndësisë veçantë. Paralajmërime për takimet e radhës nga presidenti? Nuk patëm diskutime për takimet të radhës, patëm gatishmëri për shprehur edhe vullnetin tonë politik për të marrë pjesë, deputetëve të LDK-s po i pamundsohet votimi në radhë parë, por edhe të ftojmë për konstruktivitet, unitet, po dhe respektim gjykatës kushtetuese sepse këto janë rregulla bazike të një vendi. Asgjë do të jetë ndryshe. Kjo është tragjedia sepse i pari ka kapur institucionin kushtetues nëpërmjet më të moshuarit. Më i moshuari po refuzon të implementoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Në mënyrë krejt arbitrare. Në mënyrë arbitrare ka vendosur votimin e msheft, pa pyetur askën. Pas 7 seancave ka vendosur me gjujt skenarin administratës me nxjerrë një skenar partijak dhe deputeti Kurti refuzon të kuptoj përgjegjësinë e vet, pragmatizmin politik. Nuk ka tragjedi me bë kompromis. Është vlerë normale demokratike. Ka parti që po ja japin atë kompromis. E kam thënë herën e kaluar. LDK-ja i ka 20 vota kundër për secilin emër. Nisma i ka 3 vota për një emër. PDK i ka 24 vota për 40 emra. AK i ka 5 vota për 3 emra. Pra kompromisi është i mundshëm. Zgjedh e merr. Po nëse insiston në kushtet paraprake dhe thu ky është kompromisi im, atëherë te ngatron kompromisin me imponimin. E këtu mendoj që ka shkarje të rëndë logjike besallat inteligjencës. A pati ndonjë ide konkrete apo propozim nga presidentja? Çka konkretisht do të thotë? Shoqani, besoj që presidentja do të jetë e qartë në deklarimin e vet, më lejoni shumë të flas për LDK-n, po çështje dundar, janë disa çështje procedurale, kushtetuese dhe janë çështje politike. Në çështje politike presidentja s'mund të ketë rol. Sepse është çështje marrëveshjeve politike. Pra shoqani, duhet partitë që po kanë emra dhe propozime të ulën mes vetë të flasin këto gjëra. Për çështje procedurale kushtetuese ka një aktgjykim gjykatës kushtetuese që duhet të respektohet dhe presidentja natyrisht besoj dhe uroj të ushtroj funksionin e vet në këtë vit. Aktgjykimi e cakton një tërheqës Po. si afat që duhet të konstituohet në vendi, a mund të marrë LDK-ja ndonjë rol ose përfshirje në këto 24-5 ditë që kanë mbetur, apo ky qëndrim do të vete deri në fund pas konsumimit të këtij afati dhe pastaj shohim se si rrjedhin gjërat. Po përpiqemi të jemi sa më logjik në interpretimin e të painterpretueshmës. Mos lejmë devijime sa përket gjuhës shqipe, se gjuhë shqipe është ajo. Dhe po ashtu të ftojmë për unitet e për konstruktivitet brenda partive parlamentare në Republikën e Kosovës. Këto janë pozicionet tona. Ju falenderoj edhe një herë punë të mbarë.